Në kuadër të çeljes zyrtare të sezonit turistik në Vlorë, Teatri Petro Marko u kthye në një skenë emocionesh, kujtese dhe arti të mirëfill shqiptar, përmes aktivitetit artistik Kënga ime ndaj natëherë, një mbrëmje veçantë kushtuar ikonës së muzikës lirike shqiptare Tefta Tashko Koço. Aktiviteti mbështetur nga Bashkia e Vlorës solli një atmosferë të rrallë kulturore, duke ndërthurur muzikën, kujtesën historike dhe interpretimin artistik në një përjetim që preku publikun e pranishëm. Një publik i zgjeruar ndoj që shfaqen, mes tyre bashkëshortja e kryeministrit Edi Rama, Linda Rama, kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini dhe shumë të tjerë. Mbrëmja artistike nisi mes duar trokitjeve dhe emocioneve të shumta. Është momenti kur në Shqipëri lind një zhanër i ri muzikor, i quajtur muzika lirike qytetare shqiptare. Padyshim, një kontribut shumë të madh, gjithë të punë të madhe të kryer nga gjitha artistë, intelektual dhe patriot të vdej kishte edhe Tefta Tashko Koço. Dhe përfshirja e saj, thuajse vetëmuese në një moment të caktuar të saj, nuk ishte të bënte vetëm me talentin e saj si artiste. Nuk ishte vetëm të bënte as vetëm me shkollimin e saj, por kishte shumë të bënte me prejardhjen e saj, me origjinën e saj. Pavarësisht se kishte lindur dhe ishte rritur në Egjipt, Tefta Tashko fliste një shqipe të përkryer. Sepse ishte e Tefta Tashkos, një prej emrave më në zë të diasporës shqiptare të kohës, me korespondenca të shumta me emrat më të rëndësishëm të rilinjes kombëtare. Ai ishte në fakt shkruesi, krijuesi i programit të rilinjes kombëtare, falori duke u referuar Tefta Tashkos, duke i njohur atë merita të veçanta për ndikim në veprën e vet Norit, e quan atë bir i bekuar i Perëndisë. Elma Eleni vinte nga familja shquar e zoografëve. Deri në moshën 10 vjeçare, Tefta jetoi në Egjipt. Pas vdekjes së tatit, ajo dhe familja e saj kthehen në Shqipëri dhe vendosen në Korçë, ku ajo vjon studimet për kanto në shkollën e Varshave. Më pas, me një bursë nga qeveria shqiptare e kohës, vjon studimet fillimisht në konservatorin e Montpellier e më pas në atë të Parisit. Teatri Petro Marko u kthye në një skenë emocionesh, kujtese dhe arti të mirëfill shqiptar, përmes aktivitetit artistik Kënga ime ndaj natëherë, një mbrëmje veçantë kushtuar ikonës së muzikës lirike shqiptare Tefta Tashko Koço. Tefta Tashko Koço ishte një gruaj që në kohën e saj arriti të thyente kufijtë e mentalitetit dhe të sillte në Shqipëri frymën moderne të muzikës lirike europiane, duke u bërë simbol emancipimi dhe kulture. Përmes interpretimit të sopranos Renisa Laçka dhe tenorit Denis Shkura, publiku përjetoi emocione të forta artistike. Çdo interpretim u shoqërua me ndjeshmëri dhe fines, duke risjellë në skenë jo vetëm këngët, por edhe shpirtin e kohës që Tefta Tashko Koço përfaqësoi. Në piano Merita Rexha Tërshana krijoi atmosferën e dur muzikore, duke i dhënë mbrëmjes dimension elegant dhe emocional që meritonte. Në qendër të konceptit artistik qëndronte podcasti skenik i realizuar nga Balina Bodinaku, e cila solli figurën e Tefta Tashko Koços në Vlorë, përmes një forme të veçantë rrëfimi artistik, të ngjashëm me një film që publiku e ndjek me të njëjtin emocion sa herë që rikthehet tek ai. Publiku i pranishëm në teatr ndoqi me interes të madh çdo moment të aktivitetit, ndërsa emocionet kulmuan gjatë interpretimeve të këngëve më të njohura të repertorit të saj. Duar trokitet e gjata dhe atmosfera e krijuar në sallë treguan qartë se figura e Tefta Tashko Koço vazhdon të jetojë fuqishëm në kujtesën artistike shqiptare, një mbrëmje që nuk kishte thjesht koncert, por kujtesë, emocion dhe art që jeton përtej kohës.